Në mesin e shumë historive të forcës dhe guximet, ajo e Arben Prokopucës qëndron më lart se shumë të tjera. Pas një aksidenti që i ndryshoi jetën dhe i mori njërën këmbë, Arbeni nuk lejoi që dhimbja t'ia shuaj pasionin. Sot, ai vrapon me zemër në fushën e futbollit. Me vendosmëri të palëkundur, ai është bërë pjesë e kombëtarës së Kosovës në futbollin e amputuarve, duke dëshmuar se ëndrat nuk ndalen, vetëm ndryshojnë formë. Po dashuria për futbollin, që kom qenë i vogël, domethënë kom pas dëshirën për me luajtur futboll. Jam një merakli që thojnë kështu i futbollit. Kemi luajtur në shkolla, në fusha, kështu. Domethënë futbollin e kom ndesh qysh për fëmijërisë. Kështu unë futboll nëse kemi luajtur për turnire, kështu një shoqënorë në fusha, ashtu mos këtë fushën këtu e dëshira ime ka qenë gjithë për më po stërvitin e ushtrime së taj futbollit, më thonë, është knasi kur të luajsh me shoqëni edhe e kena desh pes fillimit futbollin edhe sot asoj dite, dhe më thonë, jam qështu lojtar luaj kombëtarën e Kosovës. Se kom pas një aksident, tani kur më kanë tregu, dyqysh s'ku mujt as vetë me besu, po dufke me vullnetin e shoqënisë. Një shoq që më ka thirr, edhe ka tregu tha që shtu e kemi bu një ekip amput Kosova, dhe më thonë futbollit. Tha jam me shtoga pa proteza me lue, edhe me dëshirë tim thash po vi për shikoj, thash të këshyri sa mëj. Tani më poshtë që ditën e parë kisha pak si vështirë, po tani më mësova, këta ka dole, thash të jem dyqysh e kam atëfar vullnetin, qysh të fimeris, edhe thash me që atëfar vullneti jam, me sot luj për kombëtarën e Kosovës, jam sulmus, edhe mirë. Është me vullnet po bëjsh qa dush. U konë pjesë aksidentit, në këbotë aksidentit kënë 2004, 2005, edhe me tregu drejten, du më thonë më hupja e partishia futbollit, se më hupja e shpresa që shtojnë. Po me vullnetin e Zotit që sot apet, erë puna që me lu, që se këmë buas andër me lu për kombëtarën e Kosovës, po s'pjodike fati. Po me vullnetin e shoqënisë, edhe me përkrajnë e Federatës Kosovës, do më thonë, ja kemi arritë edhe mirë. Ta është jem të knaqën të lumëtër. Servitjet i kem pak se është, do më thonë, e ka një farë gollori, i kem do servitje vërtet trona, po ja delë. Edhe me të servitje, ja kemi dalë, më shtim me trajnjera me ekip, do më thonë, se me shtoga pa proteza, është pak si, vërtet pak zërë, po dhe sa t'jam merdurën, dhe sa t'mësuhësh, edhe mirë. Fillim vërtet duket pak interesant, se kur dishesh kolegët aty me njëjtin problem, se kemi sidomos e portierat kemi pa dur, pa njënë në dorë. Lojtarët i kanë më thonë protezat në ngu, mingu, edhe jem dyqysh e kemi atë farharin, se jemi të njerëz e luajmë futbollin, i bujmë servitjet. Është dyqysh një knaqësie se shumica, kur i kanë ndodhur aksidentet, kanë mënuar që jenë shu për futbol, do më thonë, jenë fëtuf për futbol, se ka thonë, mo që veç ke mund mi po, vërtet am kohën edhe unë e vetë, se veç ku mund mi këshyrë, po shamëll, po e që i ka orë puna, si jo dirë punë për njësë, lujnë futbol, së dhe kem ekipin të në kombëtarës edhe jemë vërtet në këllushëm. Ai nuk ka qenë kur vetëm. Familja të afërmit e kanë mbajtur gjithmonë të fortë, ndërsa edhe njerëz të panjohur janë frymëzuar nga historia e tij, sepse histori si kjo e Arbenit na kujtojnë se me mbështetje dhe vullnet gjithçka është e mundur. Janë të kënaqur, vërtet, s'kam besuar që mund na mi arrit, po ja ku më arrit edhe që ku Allah, ata janë të kënaqur, ne kemi përkrajën maksimum. Da shoqënisë, familje, se të krejme. Këmë përmo dhe që qoftë të ndikuar si ma persona ma si s'ku vizune, kem komente, kem më kanë thirë telefonin, se bravo veç vazhda për para, arrit ato që së ne ka arrit në lini, arrit e të më thonë këtë ku, edhe është një djemë pak e veçantë, po Ja ke dollë. Ja ke dollë, edhe që shtë një dollë, edhe jem mirë, për momentin jem mirë, më këlli. Orë dyqysh, më s'pëdisë më të regu, është një farë knasie, kur lujmë na me shtoga, se duke dikun na thot zbese qysh lunë ti me shtoga pa protest, po është një sport, do më thonë është edhe liga e futbollit amput Kosova,
e mundesh me ja dalë. Me vetë dëshirë me vullnetin tënë ja del, gjithë shkopit. Që edhe unë i kumë put shpresa, do me thonë, për futbol, po që. Sot, se luj për kombëtarën e Kosovës, unë, sidomos, bashkë, po du me shfrytëzuar televizionin e ju, kisha pas dëshirë të gjithë personat, me amputim, nërgju, migu, edhe të vinë. Lujmë futbol se është një dashuri që kë minuti që e ke hupa dashuri, këtu më me gjithë këtë dashuri. Kisha bo edhe në përkraje pak të ekipit, se kem nevoj për lejtarë të ri, edhe sidomos rinia të ashtë se në bos aksidentit shuën, ja mos të më shë filon, mos të më shë kjo, s'ko që atë gjithë marë, kjo është sport, edhe lumë për vendin tënë, edhe për shpirtin tënë që shtonë në klasit tonë, fizikishtin tonë. Historia e tij na kujton se forca vërtet lind aty ku nuk dorëzohemi. Ai sot është shembull i gjallë se guximi dhe durimi fiton.